Të nderuar teleshikues, mbrëma nisim emisionin Debatin Channel One. Për diskutuar për situatën politike, për të bërë një analizë, unë kam ftuar sot zonjën Jozefina Topalli, ish kryetare e Kuvendit. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma, zoti Qafoku, faleminderit për ftesën. Zonjë, në përgatitjet që ne kemi bërë për këtë intervistë, dhe unë të falenderoj shumë që ju jeni të gatshëm për disa të herë, dhe unë jam nga ata gazetarë që ju kam intervistuar disa herë, kam kënaqësinë të kujtoj diçka sot për herë të parë për ju. Ju paka shumë mbushti 20 vjet si politikane aktive. 20 vjet më parë, një grua e re, ulur në rreshtat e parë të parlamentit si deputete e Shkodrës, nisi karrierën në politikën aktive. Sot, mas 20 vjetëve, jam unë i pari që po a kujtoj, ndoshta ju mund ta kishit kujtuar, nuk e di me veten tuaj, po publikisht jo. Si kanë qenë këto 20 vjet? 20 vjet janë një periudhë e shkurtër në historinë e një vendit, po janë jo pak në historinë njerëzore të çdo personi, dhe në këtë kuptim kanë qenë 20 vite intensive, të filluara nga një grua e re që mbase nuk dite shumë nga politika, por që ishte gjithë idealizëm dhe me një optimizëm të madh se gjërat do shkonin përmbar dhe vendi do merrte një drejtim të duhur në vitet pastaj. Janë vite të ndryshimeve të jashtëzakonshme në Shqipërinë, me uljet dhe ngjitjet e veta, me gabimet dhe marrëdhëniet e padiskutueshme. Sigurisht është besoj se ishte për mua një privilegj i madh me qenë aktive në këtë periudhë, një mundësi e jashtëzakonshme për të bërë atë që unë mendoja se ishte më e mirë. Ndoshta s'ka qenë gjithmonë ashtu siç unë e kam menduar, por gjithsesi është një mundësi e jashtëzakonshme për e para jo vetëm si politikane, por edhe si një grua aktive, gjë që nuk ka qenë, ose më mirë ka qenë diçka pak e veçantë për pozicionet që kam pas gjatë kësaj periudhe, dhe në këtë aspekt dua të falenderoj edhe zgjedhësit edhe gjithë ato që më kanë bërë të mundur të jem pjesë e parlamentit, e cili ka qenë dhe është pasion i madh i imi. Çfarë të mira keni bërë ju në këto 20 vjet që krenoheni sot? Mund të na rendisni disa që me të vërtetë ndjeheni mirë? Janë shumë. Atëherë unë s'do të thosha shifër, po na thuj 5 gjëra. Unë besoj se politikani kolonën kryesore ka vendimarrjen. Dhe vendimarrja e tij qoftë në opozitë, qoftë në maggjorancë, ndikon në jetën e qytetarit. Në opozitë, në detyrën e bërjes së barrierë për gjërat që nuk bëhen mirë apo që ju mendoni se nuk bëhen mirë. Ndërsa në maggjorancë, kur jeni në qeverisje, ke përgjegjësinë e madhe të përcaktimit të politikave të kryesore në fushat kryesore të ekonomisë, të politikës brendshme dhe të jashtme, dhe çfarë do numëroja unë, u besoj se gjatë kësaj periudhe janë arritjet mëdha, liberalizimi i vizave, putja e Shqipërisë në NATO. Tapi besoj se gjatë qeverisjes PD-s është një vendimarrje strategjike e jashtëzakonshme, uroj që të shkojnë ashtu siç është projektuar gjatë kësaj periudhe, dhe natyrisht infrastruktura, zhvillimet ekonomike në politikën e jashtme. Tuajat personale, zonjë? Atë mia personale, si opozitare apo si kryetare e Kuvendit. Tani, atë sekretare e Kuvendit ju e keni, mund të rendisit parën, sepse jeni e para femër shqiptare, kryetare e Kuvendit, dhe kjo nuk është pak. Natyrisht është një privilegj. E thash unë, s'mund ta thosh ti. Është një privilegj shumë i madh. Është një privilegj shumë i madh për të drejtuar atë që është përfaqësuesi sovranit të popullit, për 2 mandate është 2 herë privilegji i jashtëzakonshëm, kam pas mundësinë që na detyrë përveç se të mbështes reformat që vinin, për të kaluar në parlament, të zhvilloj edhe diplomacinë parlamentare që ishte një nocion i ri, që nuk ishte zhvilluar përpara kësaj periudhe, por njëkohësisht edhe të përpiqesha që të sjellsha parlamentin në dimensione krejt të tjera në kuptimin e afrimit me qytetarin dhe të ndërmarrjes së fushatave që për mua ishin të rëndësishme, dhe unë besoj edhe sot se ishin të rëndësishme, qoftë për dhunën kundër agrus, qoftë në luftën kundër kancerit, qoftë në sensibilizimin për çështje të mëdha jetësore të smundjeve të ndryshme që prekun njeriun
qytetarin e thjesht shqiptar dhe besoj se kjo ishte disa dimensione tjera që i jepshim Parlamentit dhe Kuvendit të Shqipërisë duke diversifikuar nga ajo që njerëzit janë mësuar që të shohin në arenën e debatit apo të debateve herë shumë të forta, herë të vrashta, herë normale që janë zhvillu gjatë gjithë këtyre viteve në Kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë mundësi e jashtëzakonshme për të krijuar miqësi me kryetarët e kuvendeve të BOZ dhe mi të gjitha kam pas fatin që për shkak të kësaj miqësie të përshpejtoshe procesin e ratifikimit qoftë marrëveshjeve stabilizim asocimit, qoftë ratifikimit të marrëveshjes me NATO dhe qoftë njohjes së pavarësisë së Kosovës me një numër të konsiderueshëm vendeve. Dhe për këtë ndihem mirë që ma është dhënë mundësia dhe është shfrytzuar mundësia për të bërë diçka të mirë për kombin dhe për vendin. Këto ishin gjërat e mira. Por në fund kjo ishte detyrë. Këto ishin gjërat e mira dhe edhe unë qoftë se do flisja për ju dhe do shkruaja për ju, me thënë drejtën pak a shumë këto do shkruaja, po pyetja ime radhës është në këto 20 vjet të them që a ke bërë gabime, keni bërë që ç'ke me të, po sigurisht. Çfarë gabimi që mund ta ndanit, mund ta thoshit? Cili është gabimi juaj? Nëse nuk ban gabime, unë mendoj se ti s'ke punu. Është shumë kollajt mos bësh gabime. Të rish me një anë, të shikosh tjerë, të arktohesh dhe të kritikosh gjithkën dhe për çdo gjë. Ai që punon gabon. E rëndësishme është që të shohësh veten dhe të korrigjosh veten, të përmirësosh veten. Dhe në këtë kuptim mund të ishin bërë disa gjëra të ndryshme, sigurisht që do ishin bërë. Për shembull, zë. Por në fundit eksperienca asgjë tjetër përveç se shumatoria e gabimeve që njeriu mund bëjnë në punë, në jetë e tjera. Ndaj dhe është një aset shumë i rëndësishëm. Sa mirë do ishte ta thoshit që për shembull Jozefina Topalli ka bërë këtë gabim që nuk duhet ta kishit bërë. Por nuk di ta them këtë moment, por nuk më mungon kurajo për thënë se kam bërë gabim. Nuk kam bërë gabim një herë, mund të kemi gabuar shumë herë, disa herë. Por është në natyrën njerëzore që të gabosh kur është pa qëllim të keq. Kur keni qenë në mazhorancë? Po edhe kur je në opozit, është njerëzore të gabosh. Ai që punon gabon, por nuk gabon në zgjedhje që do ndikoshin negativisht në jetën e njeriut. Këto pastaj janë gjëra që nuk hyn të gabimet, por hyn të përgjithësitë të mëdha, me të cilat politikani do të përballet me veten dhe me të tjerë. Okej, unë kam përgatitur një sinkron të shkurtër me ju të materiali numër 2 regjia dhe kthehemi në studio. Keni në një rast që duke qenë kryetar kuvendi e gjykonit ndryshe deputetin dhe duke qenë deputete e gjykonit ndryshe kryetarin e kuvendit? Diti shoh nga të dy këndvështrimet. Di të them që kur ishe kryetar e kuvendit ndodhte disa herë që thoja sikur të ishe deputete dhe të kishe më shumë hapësirë dhe mundësi për të folur. Për të folur jo për të folur gjithkohën, po për të ndërhyrë për çështje të mëdha. Në pozitat e kryetarit të kuvendit, sigurisht që kisha një përgjegjësi që si ishte e vogël, që çfarë ka kuvendi në tërësi, cile është roli kryesor i kuvendit dhe cila detyra e kryetarit të kuvendit. Ke rolin e përfaqësimit, kuvendi është përfaqësues, rolin e ligjvënies dhe rolin e kontrollit. Në kuptimin e përfaqësimit, sigurisht janë shqiptarë që votojnë ato që do jenë deputet dhe ato e dinë ke votojnë dhe ne s'na mbetet vetëm se të pranojmë rezultatin e sovranit. Pavarësisht se çfarë mendojmë për bërjen e kuvendit dhe për kush si tek përfaqëson shqiptarët. Në kuptimin e ligjbërjes, sigurisht jam shumë krenare për periudhën 8 vjeçare sepse kemi kaluar një numër jashtëzakonisht të madh reformash. Në kuptimin e kontrollit parlamentar, kjo i takohet opozitës, dhe unë mendoj se ato kanë bërë një opozit të fortë, nga një herë për të ca kufive që ndoshta mu më mërzishin nga një herë, por gjithsesi ata kanë bërë detyrën ashtu siç ato e kanë menduar. Faleminderit, nuk më ndodh rrallë që të njëjtat të ftuar flasin të njëjtat gjëra dhe kur e kthej, kështu që jeni në rregull.
Jo, e shoh që jam e sinqert në asinkron që ju paraqitet. Por ajo që mu më bën përshtypje është sa asnjëherë nuk më pyesin cilat kanë qenë vështirësitë. Ajo që keni parë ju, keni parë në media pjesën që jepej me mikrofon, po ju asnjëherë nuk keni parë dhe nuk keni dëgjuar pjesën e ndërhyrjet nga salla. Na thuaj një që se keni dëgjuar. Një vetëm një. Pa fund, unë nuk mund të them dot. Na thuaj ta ndaj me publikun. Jo, nuk e them se nuk është një, është në vazhdimsi të tërë ndërhyrjet jashtë mikrofonit. Gjithkush mund ta thotë, po na tregojnë detaj. Edhe unë di disa, se edhe ne kemi dëgjuar aty në sallë, edhe nuk ka dalë në ekran. Nuk kam ndërmend që t'i kthehem kësaj. Thjesht doja të thoja që nuk ka qenë një periudhë, nuk ka qenë e lehtë të drejtosh kuvendin, nuk është kurrë e lehtë të drejtosh kuvendin, po ka qenë një periudhë që edhe numrat nuk ishin shumë të fortë, siç janë sot, 83, 84 me plus deputetin që kanë marrë, po edhe opozita ishte pak më ndryshe. Se s'dua të përdor fjalë tjetër. Si është më ndryshe, më agresive? Jo, ka përcente disa kufi etik. Por do ta mbylli kaq se nuk kam ndërmend që ta ankohen për një periudhë që ka kaluar. Aq të butë nuk jeni tani. Është një gjë ka përsesh. Ju nuk kërceni balet aty zoj. Është një gjë të ka përsesh kufit etik në mënyrë të vazhdueshme dhe është një gjë tjetër të bësh një opozitë fortë. Dhe unë jam për këtë dyte. Megjithatë 20 vjet ju thatë që nuk janë pak, nuk janë shumë, por për Shqipërinë tonë që 25 vjet kemi demokraci, janë shumë. Megjithatë kur përmendim emrin e Jozefina Topallit, ne kalojmë më tepër se këto 20 vjet. Për herë dëgjuesit, gazetarët kanë qef të përmendin dhe kanë dëshirë të përmendin të kaluarin e Jozefina Topallit, persekutimin e familjes tuaj, dhe kjo është bërë disa herë pjesë e diskutimeve edhe madje edhe në parlament. Unë ju kam pyetur edhe herën tjetër, po përsëri du të bëj pyetje dhe përsëri kërkoj një përgjigje. Paraardhësit tuaj si e paramendon? Do ishin krenar për atë që ju keni bërë në këto 20 vjet në politikën shqiptare? Ke bërë një pyetje të vështirë, Roland. Jo rrallë pyes veten në heshtje, çfarë do mendonin ato. Besoj se unë nuk dyshoj në vendimet, në tërësinë e tyre në vendimet e drejta që kam marrë. Paktën kjo është bindja ime e brendshme. Unë do doja që të ndëroja emrin e familjes time dhe emrin e paraardhësve të mi, të cilë gjithashtu ka një kontribut të rëndësishëm në historinë e shtetit shqiptar. Pavarësisht se të qenonit në politik apo angazhimin në politik, qoftë edhe gjatë këtyre 100 viteve nga pavarësia e Shqipërisë, ka bërë të ditur se ato e kanë paguar shumë shtrejt. Natyrisht edhe brenda familjes time e kanë paguar shumë shtrejt. Dhe kujtoj që kur kam thënë po që do angazhosha dhe do garoja për deputete për herë të parë, kujtoj njëri shumë të dashur të familjes time që tha, pse po e bën këtë tha? Lëre se mjaft kemi paguar ne si familje, duke u marrë me politikë. Por mendoja në atë kohë se ajo pjesë e historisë së Shqipërisë ishte ka përcyer dhe nuk do të përsëriteshin më situatat vështira. Mirë po gjërat, nga njëherë njeriu pastaj përbadhet me gjëra që si ke menduar se mund të ndodhin asnjëherë në jetë. Unë kur kam hyrë vitin 96. Natyrisht e them dhe jam krejt e sinqert që nuk kuptoja shumë nga politika. Dhe nuk më vjen turp që të them që nuk kuptoja nga politika. Jam përpjekur dhe vitin e parë kam folur dhe kam ndërhyrë shumë pak sepse doja të mësoja nga ato që ishin më shumë eksperiencë, të kuptoja si zhvilloheshin gjërat, të isha e ndalur në kuptimin që të mos gaboja dhe tjerë të mos më merrnin lehtë. Por më njëherë pastaj ngjarjet kanë evoluar ashtu siç ne e dimë dhe pastaj jemi përballur me 97-ën.
edhe nuk ka qenë e lehtë për Partinë Demokratike vitet 97, 98, 99. Por, në atë kohë gjithsesi, pavarësisht se ishim në opozit, ishim plot me idealizëm, ishim plot me optimizëm, besonim se ky vend do të bëhej dhe ky vend duhej të bëheshim. Dhe ishte kjo ndjenjë e fuqishme e shpresës dhe e perspektivës për vendin tonë, që pavarësisht nga momentet jashtëzakonisht të vështira, të asaj që unë e kam quajtur si një revolucion komunisti kush asaj përjulle, gjërat erdhen pastaj duke me betejë sigurisht e fuqishme për të mbrojtur ato parime themelore në cilat njeriu beson, që gjërat të përmirësoheshin, të vinim në ditë shumë të mbarë për vendin ton, për kombin ton. Por duke se historia jonë një farë mënyrët ka një dimension fatalizmit. Bën disa hapa për para, bën progres, pastaj ke përsëri regres. Nuk e kam dash kur dhe nuk e kam menu kur se ulljet dhe ngritjet e historisë vendit tonë do t'ishin kaq të forta, kaq të fuqishme. Natyrisht, kjo kërkon edhe një refleksion brenda të gjitha forcave politike. Kjo kërkon edhe një vëmendje më të madhe në përzgjedhjet që bajmë, në vendimet që marrim, nga njëherë edhe në ëndrat që ne ndërtojmë brenda vetës. Por gjithsesi, unë prap besoj, pavarësisht se sot ka një shumicë të njerëzve që thotë ky vend nuk bëhet. Unë prap besoj se ky vend bëhet. Mjafton që ta dush pak, ti jesh i sinqert me njerëzit, dhe ato të lexojnë. Kishit një arsye të fortë për të pasur këtë kuraje kaq të madhe që keni treguar realisht në këto 20 vjet? Edhe kundërshtarët tuaj më të mëdhenj politik nuk mund të thonë që Jozefina Topalli nuk ka kuraje. Pikërisht kurajoja ju ka bërë ju të jeni aty ku jeni. Dje po shifja një film, Kalorësit e fundit, shumë interesant dhe ka disa dialogje, ka një dialog fantastik aty të këtij filmit, dhe kishte një frazë që mu metin mend. Vendimarrësit, do të thënë politikan, duhet të kenë dy shtylla kryesore, një ndershmërinë dhe dy kurajon. Pa këto dyja nuk i bën mirë vend. Do të thënë vendit nuk i vijnë të mira. Unë besoj se i kam të dyja, ose kam bindjen, unë besoj se i kam të dyja, pavarësisht nga gabimet që ne mund të bëjmë në jetë. Ndaj dhe thash, unë besoj se ky vend bëhet në qoftë se ne përzgjedhim njerëz të cilë kanë vendimarrjen dhe kanë impaktin përmes vendimarrjes tyre në jetën e qytetarëve që të kenë dy element, të jenë të ndershëm dhe të kenë kurajo. Të jenë të vërtet dhe të duan pak këtë vend dhe qytetarin e thjesht. Ta shohin me dëmshuri atë që nuk ka dhe është i pamundur. Ta shohin me dashuri atë që ka mundësi për të esur një jetë, për të bërë karrierë, po ka mungesën e mundësive financiare. Në qoftë se ne do kombinojmë këto element të qenjes njerëzore, besoj se edhe gjërat shkojnë më mirë. Dhe nuk ndodh ajo që, siç e kam lexuar disa gjatë këtyre ditëve në disa media, që i referoheshin gazetës New York Times, nëse nuk gabohem, të para 100 viteve, që thoi se raca shqiptare është një racë e shkëlqyer, por nuk rrokin shtetin. Nuk rrokin shtetin. Më duket sikur tingdhon ende shumë aktuale. Ne shqiptarët jemi të mequr, jemi me shpirt si përmars, jemi kurajos, por ndoshta kemi përsëri atë që thotë New York Times, ne nuk rrokim shtetin, ne nuk rrokim ligjin, ne nuk rrokim institucionet. Dhe ky duhet jetë një problem i madh i joni si shoqëri, cilin duhet ta reflektojmë secili prej nesh tek vetja jonë. Ku e keni treguar ju ndershmërinë dhe kurajon në këto 20 vjet, zonjë? Unë nuk kam ndërmend që të flas për veten time, po unë kur besoj diçka unë hidhem si në zjarr. Nuk e mendoj dy herë. Ndershmëria është që të kesh integritet. Këtë kurajon po e them unë atëherë. Në ngjarjet e shkurtit në Shkodër në 1998. Kjo mund të jetë një ndër elemente, po kanë qenë, jam dakord me ju, kanë qenë disa elemente shumë të vështira, momente jashtëzakonisht të vështira, në të cilat njeriu nuk mund të bësh llogari për veten tënde. E vetmja llogari që politikanit duhet bëjnë është me përgjegjësinë që kanë ndaj tjerëve. Por unë duke thënë këtë e di dhe kam dijen më të thellë
se shumë edhe kolegët mi, por edhe të njohur të mi, mendojnë se kjo është, ndoshta disa mendojnë se është naive, ndoshta disa mendojnë se është e kaluar, është puritanizëm, por në fund të fundit edhe puritanizmi ka idealizmi dhe ka vlerat mbi të cilat bazohet vlerat themelore, shtyllat themelore të Bashkimit Evropian dhe të kushtetutave, e traktateve mbi të cilat është ngrit ky komunitet dhe mbi të cilat ne ndrojmë që të shkojmë. Po ndershmërinë se këtë kurajën e thashun, po mund ta tregoni një rast, një detaj, një histori? Mendoj që është kusht për politikanin të mos tunohet. Ju jeni ndershme? Siç e thatë, e keni treguar? Unë di që gjatë kësaj periudhe në shtëpi kam qenë vetëm rrogën time. Në të njëjtën kohë, duke u kufizuar në mos përdorimin e karrigës që unë kam pas, edhe për disa drejta ligjore që i takonin familjes time. Në këto 20 vjet zonjë, nuk e di nëse kjo quhet mençuri, por unë besoj se është një mënyrë për politikanin që me modesti për të treguar se ligji është për të zbatuar dhe nuk do të shfrytëzosh karrigen për privilegjet tuaja personale të veçanta. Zonjë, në këto 20 vjet, a jeni penduar dhe a keni pasur një moment dobësie që të keni thënë që gabim kam bërë që jam futur në politikë? Sigurisht që në momentet të caktuara kam thënë që do kisha ba një jetë shumë të qetë, po të mos kisha qenë politik, do kisha pas kohë më shumë të merresha me fëmijët e mi, kujtoj që unë kam hyrë për herë të parë. Jam bërë deputete, djalim ka qenë vetëm 9 muaj dhe jetoja në Shkodër, për të ardhur nga Shkodra në Tiranë dushin 4 orë dhe pastaj ishte koha kur unë duhet shkosha në Vlorë. Jo, kjo s'është gjë fare kjo. Në Sarandë, etj. Zonjë, lutem, po ndërpres unë. Ato ngjarjet e Shkodrës, sa ishte fëmia ju i vogël? 9 muaj ka qenë. Në shkurt të 98 i bie 3 vjeç. Dhe ju rrinit aty te drejtoria e policisë? Po dhe fëmijën e keni lënë në shtëpi? Po unë kam provuar të tjera, edhe në Tropoj edhe në Vlorë, situata shumë të vështira dhe fëmijët im. Do të kujtoj një gjë. Ka qenë më vonë, se 98 ka qenë viti 2000. Unë nuk flas në tërësi, po ju nga që po insistoni. Ishe përzgjedhjet lokale në Selenis, në Vlorë. Cilin vit? Dhe aty bashkë me kolegët e mi. Në cilin vit? Në vitin 2000 besoj. 2000. Po zgjedhjet lokale, po 96 2000, 96 pastaj 2000. Besoj, se nuk gaboj. Dhe aty ishe me makinat të tjera, me kolegët e mi që ishin nga Vlora, dhe aty blokot rruga. Dëgjojmë disa të shtëna. Unë isha 2 apo 3 në makinë, bashkë me një mike vlonjate shumë të veçantë time, quhet Dorotea Konomi, nga Vlora, dhe e përshëndes, është një grua jashtëzakonshme, dhe dalin, unë shoh 4 armatosur me Kalashnikov që bllokojnë rrugën dhe gjojnë. Shkojnë te makina e parë, i thonë, ku është Jozefina Tupadhi, dhe me qyten e armëve që kishin, shkatrojnë gjamat, thujnë gjamat e tjere, dhe vinë të makina ime. Unë ishe në kryetare parlamentit dhe ishte shoferi, bodyguardi dhe Dorotea me cilin ishe mrapa. Ven Kalashin të koka edhe bodyguardit edhe shoferit, dhe Kalashnikovin që kalon nga Dorotea që ishte në këtë anë dhe vjen të koka ime. Nërkohë hapën të 4 dyrt, edhe këtu të kamët e mia, poshtë ku ishte hapë dritarja, vazhdonin të gjunin me Kalashnikov. Ka qenë një moment në të cilin unë thash, ndoshta tashti mbaron çdo gjë dhe kisha celularin dhe mora celularin, thash të dëgjoja zërin e timbirit. Marr celularin nërkohë që Kallashin vite këtu me fshehtësi, e hapi kështu dhe e shoh se aty s'kishte val. Iko shpresa ime fundit se mund dëgjoshe zërin e timbirit, e holla celularin dhe ai më tha, ku shkon, tha ti? I thash, fushat elektorale. Kujt i ke marrë leje, ti tha, që të bësh fushat elektorale këtu? I thash unë, ju thash që jam në fushat. Ku i guxon ti, tha, ti thush jo? Unë i kisha thënë ju, e më thote jo. U përpoqa që të flisja sa me pak, sepse ishte pa mundur që të komunikohe me atë njeri. Ajo që unë kujtoj është se Dorotea ishte një gru trime e papar, një vlonjate mrekullueshme, nuk i lvizi qërpiku fare Dorotea, se po të lvizte Dorotea ishim të gjithë të marru.
Na ka majtë 20 orë, 20 minuta në këtë tension, dhe më thanë me arë të koka, pas 20 minuta shkujtoj shoferin që filloj t'i jepte gaz, dhe po pritse që të kërciste plumin pas koket mrapa, ka qenë një gjë që mund t'a shohish vetëm në filma, po se kam përmend dhe nuk du t'a kujtoj. Ajo që kujtoj unë është kur po kthesha, pastaj më rritën Vlorë dhe aty kolektemi të Vlorës, qitën kafe, qëndruam aty, unë kam shku shumë mirë me degën e PD-s Vlorës dhe kam pullu Vlorën në atë periudhë dhe kam kujtimet më të mira. Kanë shumë gjarat përbashkëta me shkodarët, janë karaktere të forta. E thojnë atë që mendojnë dhe nuk bëjnë llogaritë të vogla. Dhe pastaj kur nisa nga Vlora për shku në Tiranë, martim shoq për t'i thanë që jam mirë, po kthehem. Pa i thanë se çfarë ka ndodhur. Thjesht për ta qetësu. Dhe ai më thotë, më trego çfarë ka ndodhur, thotë se më marrin në telefon. I ra shkut, nuk i tregova. Kur shkova në shtëpi pastaj, mora vesh që ndërkohë që unë po kthehesha nga Vlora për në Tiranë, në atë kohë ishte televizori Shjak jepte me titra. Me titra, po. Që Josefina Topalli atentat në Vlorë. I mbir nuk ditë të me lexu se s'kishte hyrë në klasë parë. Dhe po lunte bashkë me ti me bi. Dhe ajo që duke luajtur me ti mbir lexon aty atentat në Josefina Topalli, të lexon pa e ditë se ku po përfundonte fjalia. Dhe i mbir që e dëgjon dhe fillon duke qarë më të madhe, duke u shtri për tokë, duke bërtit e tje mama, që i ka noma. Kjo është një ndër gjërat e vogla të asaj periudhe. Natyrisht ato kohë besoj se janë të kapërcyme dhe nuk do të rikthehen ma, por sfidat me vendin tonë sigurisht që janë të rëndësishme, por politikanë du të pregatiten për të kalu momentet të vështira, du të kenë korajun dhe du të kenë vendosmërin për të bërë atë sa ata kanë mundësi për të bërë një hap të parë, të dytë, të tretë, të rëndësishëm në të mirë të interesit publik. Megjithatë këto ngjarje duhen kujtuar zonjë, nuk mund t'i fshim. Nuk e dija, nuk ma kishte marrë mendja ndonjëherë se do të flisja për këto gjëra, ndoshta ishte mënyra me të cilën ju komunikoni me mua që më bëri të them në përgjithësi hezitoj të flasë për të tilla gjëra, më duket sikur janë personale, edhe pse në fakt nuk janë personale, por janë për në atë periudhë ndodhin shumë gjëra të tilla ndaj edhe. Okej, lutem regjia materialin 1 dhe direkt mbas materialit 1 reklam. Për shkak të historisë pas viteve 45 të sekuestrimeve dhe të marrjes së shtëpive tjerë, shumë gjëra, dokumenta janë zhdukur dhe nuk ekzistojnë më. Dhe ajo që më bante përshtypje mu ishte sepse jetoja një realitet ku nuk ekzistonte prona private, ku nuk pranohej tregu i lirë, ku ishte e ndaluar me kushtetut feja, ku unë dhe familja ime quheshim si armiq të popullit, ku nuk flitej për projekte zhvillime të mëdha, ndërkohë që në brenda familjes unë dëgjoja gjithmonë për politikë, për atë çfarë kishte qenë historia e vendit tonë, për atë cili mendoj të ishin projektet e zhvillimit të vendit. Do ndiheshin krenar pararësit tuaj për atë që ju keni arritur dhe keni bërë në jetën tuaj? Nuk e di, unë jam shumë krenare për pararësit e mi dhe përpiqem që të nderoj jetën e tyre, veprimtarinë e tyre, ose të paktën kjo është diçka brendshme që unë do doja që t'ishte kështu. Faleminderit, kthehemi në studio, tani vim te ditët e tanishme. Sepse kjo ishte pjesa e historisë. Asnjëherë nuk të ndahet historia, zonjë. Do ju ndërpres, ju kërkoj ndjes që ju ndërpres për pyetjen apo për atë që doni të parashtroni, por unë nuk do ri pa ju përgëzu, me që po flisnin për historinë, për librin që keni bërë dhe botu për jetën e 33 kryeministrave të Shqipërisë. Një libër të cilë du ta lexojnë të gjithë shqiptarët, është i pari në llojin e tij që bën një revistë të jetës së këtyre 33 kryeministrave të 100 viteve të fundit,
duke bëllë një analist të jetës, veprimtarisë dhe fundit të këtyre kryeministrave. Dhe në këtë kuptim është një tjetër reflektim që politika dhe shoqëria media, sigurisht media, sepse ajo është udhëheqëse lider e opinionit publik para të gjithëve, t'ja përcjelljin qytetarëve për të ditur se çfarë ka ndodhur me politikën, çfarë ka ndodhur me kryeministrat tonë, cili ka qenë fati i tyre, sa kanë përfunduar të vrarë, sa të burgosur, sa nuk kanë varre në Shqipëri, sa nuk kanë fare varre, dhe në këtë aspekt ju keni një kontribut jashtëzakonisht të rëndësishëm, i cili më ka bërë të mendoj, apo të gjej një gabim tjetër timin, që pse nuk kam punu për jetë shkrimin e gjithë kryetarëve të parlamenteve gjatë historisë qindvjeçare të shtetit shqiptar. Interesante do ishte kjo. Edhe unë ndje mirë zonjë që më thoni këto fjalë, i vlerësoj shumë edhe për atë që ju thatë dhe për sinqeritetin e atyre fjalëve, por më ngasmoj të bëj pyetje tani për kryeministrat unë, se një politikan që lexon ata kryeministrat duhet ta zër frika, çau ka gjetur atyre. Nuk mendon njeriu, gjithmonë njeriu mendon se mos do të ndodhin ashtu siç e ka ndodhur atyre tjerëve. Prandaj dhe thonë që kuptimi i historisë është kyç për të kuptuar të tanishmen. Dhe ne shqiptarët kemi një problem. Ne nuk absorbojmë historinë tonë. Secili prej nesh e ndan vete nga pjesa tjetër. Secili prej nesh mendojmë se jo, nuk mund të kem fatin e tyre. Atëre zonjë, përveç atyre që por unuroj që të mos kenë asnjë prej kryeministra fatin e tyre. Në palqillnar në këtë aspekt fola për nevojën absorbimit të historisë nga secili prej nesh. Atëre, duke qenë sensibël për këtë, 7 kryeministra të vdekur e kanë varrin jashtë Shqipërisë. Mirë ata që nuk kanë varr, janë 6 kryeministra që nuk kanë varr fare dhe dihet është me historia. Po këta 7 që kanë varrin jashtë Shqipërisë, minimumi ky shtet, ju si politikan, qeveria, po edhe opozita, të paktën mund të ndërmeni një nisim që ata të kenë një varr në tokën e tyre ku patën detyrën e lartë të kryeministrit, po vetëm kujdes, se këtu është Esat Pash Toptani, Turhan Pashpërmeti, Shefqet Vërlaci, Fanoli, Medi Frashëri, Recep Mitrovica, Fiqeri Dine. Këto janë kryeministrat e vendit tonë. Dhe sigurisht që ato duhet të kenë varrin e tyre dhe në tokën e tyre. Tashti, ju po më thoni që ky është një problem tjetër i joni, sigurisht është një problem i joni. Dhe këtu marr edhe unë përgjegjësitë e mia për atë sa më takon, sepse kam qenë për një kohë të gjatë në krye të një institucioni të rëndësishëm. Nuk mund të bëj hipokritën dhe të them se nuk kam pjesën time. Dhe kjo është një defekt i gjithë neve, sepse kur ne nuk ndarojmë historinë tonë, pavarësisht nga plus minuset apo bindjeve që kemi apo opinioneve që kemi për emra të caktuar, ne nuk ndarojmë veten tonë. Për te fatalitetit të fatit të këtyre kryeministrave dhe fatalitetit historisë tonë, ne nga njëherë na merr ajo e përditshme, rutina e përditshme dhe harrojmë që kemi ca detyrime ndaj atyre paraardhësve, cili do qoftë emri i tyre. Dhe në këtë kuptim sigurisht që ndoshta duhet bëshim pak. Megjithëse janë bërë disa gjëra, duhet bëshim më shumë që kryeministrat kishin varrin e tyre. Do të thënë, ju jeni që eshtat e tyre duhet vinë në Shqipëri dhe të prejnë në tokën. Sigurisht. Ato janë kryeministrat e vendit tonë. Mund të mos bimë fare dakord, apo mund të kemi simpati. Por ka tradhtar, ka nga këta. Por ne shqiptarët kështu i ndajmë, në tradhtar, kolaboracionist, ja vëmë emrat ashtu sipas periudhave, i shohim bardhëzi dhe nuk përpiqemi të lexojmë situatën dhe ambientin në të cilën është zhvilluar veprimtaria atyre. Duke u rikthy përsëri librit tuaj, ka kryeministra që kanë qenë edhe një ditë, thoni ju në analizën tuaj. Më i gjatë jesh Mehmet Shehu. 27 vjet e 4 muaj. Për fatalizmin e historisë tonë. Kështu që në këtë aspekt të gjithë ne jemi pak pekatori. Qartë. Zonjë, si ishte viti 2015? Vim të këto të tanishmet për Shqipërinë, për shqiptarët. A ishte një vit më i mirë se vitet parë, se viti 2014, se viti 2013? I trishëm.
Pse themi trisht shumë? Sepse është viti në të cilin pas periudhës 90-91 është numri më i madh i shqiptarëve që largon nga Shqipëria. Të radhitemi ne të dytët pas Siris, kur ne s'kemi luftë, s'kemi bomba, s'kemi konflikte, s'kemi asnjërin prej tyre, të bën të mendosh se ne duhet të ngrejmë një pikë pyetje të madhe. Janë rreth 60.000 shqiptarë, të cilët janë larguar nga Shqipëria vetëm në Gjermani. Gjatë kësaj periudhe, janë 100.000 në 2 vite vetëm në Gjermani. Pse kanë ikur zënë sipas jush? Pyetja pse është thelbësore. Madje brenda kësaj pyetje, më fal edhe vetëm një, brenda kësaj pyetje po të them edhe diçka tjetër. A ka mundësi që në analizën që do bëni të kësaj pyetje ta hiqni pjesën politike? Përpara se do të falenderoja shumë nëse do ta bëni këtë analizë. Ne të gjithë themi që ikim për këtë, ikim për atë, po e politizojmë. Atëherë do ta them, atëherë do kthej përgjigje, ju keni shumë të drejtë, do kthej përgjigje me fjalët e gazeta kryesore gjermane, të cilët thonë në shqetësimin e tyre se pse aq shumë shqiptar po i shkojnë në vendin e tyre përveç refugjatëve që i shkojnë nga Siria, Afganistani e tjerë, vendosin 2 elemente: mungesën e shpresës dhe të perspektivës. Imagjino 100.000 vetë në 2 vite është sikur t'ikun e gjithë Vlora prej herë. Një qytet i madh. Shtu këtyre atë 200.000 vetë që aplikojnë për loterinë amerikane në një vit, në vitin e kaluar. Ndaj dhe them, nëse ju më bëni pyetjen çfarë ishte 2015, është një trishtim dhe një dhimbje fortë. E një jo dëshire, se s'du të përdori fjalën dëshirë, e një mungesë shpresë dhe perspektive me fjalët e gazetarëve gjerman, të një populli që donë vetëm të ikun, pa ditur ku, si, çfarë do ndonë me te dhe me fatin e jetës së fëmijëve tyre nesër në secilin prej këtyre vend. Në qoftë se i referohemi shifrave që dialogun tonë ta bazojmë në fakte dhe në prova, rezulton për shembull se në 2008 ishin vetëm 82 vetë që kishin ikë gjatë gjithë vitit, ndërkohë që vetëm në një muaj, në korrej, gosht, maj, prill, në çdo muaj kanë ikë 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 shqiptar. Edhe nuk du që t'jem politike, por shifrat dhe faktet flasin vetë. Pra çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe që këto njerëz gjithë për një herët u zhgënjur edhe nga PD dhe nga PS-ja. Kjo mund të jetë një përgjigje e juaj, apo po t'ishin zhgënjur nga PD-ja do të kishin ikë përpara. Dha 1 milion vota të majtëve zon. Ishin zhgënjur nga djalli dhe 1 milion vota. Na zhgënjur dhe këta po ikin fare. Kjo është analiza ime. Okej, unë respektoj analizën tuaj. Jo, ju nuk jeni dakord me këtë? Nuk jam krejt dakord me atë që thoni, pjesërisht jam dakord me atë që thoni, po dhe me thënë të kërkosh pyetjen si ndodh që 100.000 shqiptar pa komuniku me njëri tjetrin, brenda një periudhe krejt të shkurtë, të gjithë janë një mendje dhe të gjithë dojnë mi. Çfarë ka ndodhur në këtë vend? Pse këto 100.000 shqiptar nuk ishin të gjithë një mendje, edhe pse si ishin në kontakt me njëri tjetrin 4 vite përpara? Si ndodhi që pa pritmas, brenda një viti, të 200.000 shqiptar kërkojnë dhe aplikojnë për loterinë amerikane? Unë nuk po them që kanë ikë nga Greqia, si kryeministri. Kjo pastaj në fakt është një sadizëm që ka përcen çdo kufi etike në kuptimin e mjerimit, të ndjeshmërisë, të mungesës së dëmshmërisë ndaj atyre që kanë hall. Duke se kjo është një smundje që një pjesë atyre që vinë në trashëgimin nga bloku i asaj kohe e kanë brenda ndoshta edhe në mënyrë të pavetëdijshme. Po ta lexosh dhe po ta njekësh kryeministrin, po jo vetëm kryeministrin, po edhe deputet që vinë nga familje të bllokut dhe janë shumë brenda parlamentit sot. Ato kanë një lloj përçmimit për ato që nuk kanë. Nuk do hezitonin ta pushtronin atë që nuk ka mundësi. Atë që nuk ka mundësi financiare apo nuk vjen nga një status i caktuar social, të cilit ato i referohen me veten e tyre dhe me familje dhe me etrit të tyre.
Dhe kjo është një problem tjetër që unë mendoja se ne duhet ta kishim ka përsyp pas 25 vitesh. Jo çun Tiranë, domethënë kuptimi që je nga Tirana me origjinë je den babadem, po çun Tiranë do të çuni bllokut. Që t'jeme sinqert, as këtë çun Tiranet unë nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj. Sepse qytetarët janë ti do i vlerësosh nga ku kanë lindur. Jo, po Tirana si tamam nuk e thot atë zonjë. Një Tiranë, dhe babad nuk e thot ashtu. Edhe më ke, sepse ato kanë qenë gjithmonë të hapur ndaj të ardhurve. Pra janë ca stigmatizime që nuk e ndihmojnë as arsyetimin, as aktualitetin, as raportin midis nesh. Po është akoma më rënd kur mendon se sa i lartë është numri i fëmijëve të braktisur shqiptar që janë në Itali apo në Britani si mas statistikave të tyre. Dhe në këtë kuptim është të dhimbshme, por 2015 është një ndër vitet në të cilët po ikun popullsia një qytetit të tërë. Dhe kjo është një alarm. Një alarm që politika, por jo vetëm politika, edhe media, sepse ju keni një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Absolutisht keni një rol shumë të rëndësishëm për të luajtur në zhvillimet e fundit në vendin tonë. Zonjë, ju thatë që është pjesa se qeverisja e ka përgjegjësi më të madhe, këtë unë e kuptoj shumë mirë. Por dhe opozita është institucion dhe roli medias është më vete, po opozita nuk mund të bënde diçka për të ndalur këtë hemoragji të këtyre shqiptarëve që ju me drejt e thoni ikjen më të madhe mbas ngjarjeve të vitit 91 dhe emigracionit të madh të vitit 91-92 në Shqipëri? Është pyetje e mirë juja. Edhe është pyetje e ndershme. Absolutisht po. Unë besoj se opozita ka një detyrë shumë të rëndësishme për të rritë presionin për të ndalu veprimet e gabuara apo të dëmshme ndaj jetës e biznesit, studentit, qytetarit, fshatarit e tjerë. Nga njëherë mu më akuzojnë se jam radikale. Ndoshta jam direkte dhe kjo i bën që ti dukem edhe ashpër. Ndoshta diku i pëlqen që të më etiketoj, të më vënë etiketen e radikales. Por në fakt unë kam bindjen e thellë se një opozitë fort, më fort nga kjo, nga që kemi qenë, ndoshta duke ishte arri që presionin ta kishte më të madh dhe ndoshta ta kishte kufizu pak disa veprimet të papërgjeshme në gjykimin tim, dhe në vlerësimin tim, që kryeministri Rama ka marrë gjatë kësaj periudhe ndaj biznesit, në tërësi ndaj biznesit, por edhe ndaj qytetarit në një gjykim më të përgjithshëm. Ndjekim materialin numër 3, zonjë, për të diskutuar sërish. Ju keni përgjithësi, zonjë? Për humbin e Partisë Demokratike? Të gjithë kemi përgjithësi. Ju personalisht? Edhe unë kam, sigurisht që edhe unë kam përgjithësi. Sa është përgjithësia juaj dhe ku është përgjithësia juaj? Aqë sa është përgjithësia e një kryeparlamentarje, por që s'ka qenë kurrë në qeveri. Nuk besoj se kjo matet me peshë. Unë di të them që matja e kontributit, por edhe përgjithësisë që secili ka të bëjnë së pari me integritetin e tij. Së dyti me përgjithësinë që ai ka ushtruar në detyrat që ai ka marrë. Faleminderit, zonjë, unë këtë insert dhe këtë sinkron tuaj kam vënë që rrjedhimisht të shtroj një pyetje. Në historinë e Partisë Demokratike mbas ardhjes në pushtetet të majtëve ka një dorëheqje të madhe, të bujshme në këto 25 vjet të zotit Berisha, kryetarit historik të Partisë Demokratike, i cili dha dorëheqjen si kryetari i Partisë Demokratike, duke thënë që janë përgjegjësi i humbjes së zgjedhjeve. Dhe tek këtu ka dhe ndonjë zë tjetër, jo shumë të fortë dhe të qartë, por zëri i dytë më i qartë që unë kam përgjegjësi, për mua më rezulton që jeni ju. Dhe mund të përmend me shumë sforca të 3, të 4, të 5, po jo ka qartë. Zonjë, a e ka moralin kjo opozit se në klap apo vë që kur shikojmë Jozefina Topallin themi si shkon Jozefina Topallin me Lulzim Bashën?
prit se ju keni thënë një gjë të fortë që Partia Demokratike nuk është vetëm Lulzim Basha. Partia Demokratike është shumë herë më gjerë. A ka moral kjo opozitë zonjë që disa ministra, disa deputet përgjegjes direkt për atë humbje të mos kenë marrë përgjegjësi si që morët ju, edhe e thatë të qartë aty, po unë kam përgjegjësi, apo dhe zoti Berisha. Se këtu fillon morali i një opozite. Po të keni moral të lartë, gjithë do bëjmë me opozitën pasaj. Që se keni morali, nuk s'kemi punë me opozitën. Unë nuk dëshiroj që t'i kthem më kësaj pyetje dhe ju kërkoj mirë kuptim. Unë kam folën me veprim, nuk kam folën me fjalë. Kam folën me veprim për thanë se gjithë përgjegjësitë nuk ishin të Sali Berishës. Ishin edhe të gjithë zyrtarëve të tjerë nga nivelet më të ulta deri në nivelet më të larta. Ashtu, sikurse humbja binte edhe për shkak të premtimeve të zhvillimeve magjike, të pa imagjinueshme që do ndodhin me shtetësi falas, me 300.000 vende pune. Kjo është poezi pasaj. Flasim për prozë. Dakor, por shqiptarët e kanë besu. Shqiptarët kanë besu se do kriyoshin vende pune për ta, se do kishin shëndetësinë shumë më të përmirësuar, se do kishin gjërat falas, e tjerë, do kishin taksat nërshme, tjerë. Dhe një ndër arsyet ishte ndoshta për shkak të pritshmërive të tyre shumë të larta, ndodhi e kundërta, dhe kjo pastaj krijon atë që ju thatë mungesë shpresë dhe perspektivë dhe ato dojnë të ikun, me idenë se ky vend nuk bëhet. Tashti, opozita sigurisht është pushtet, do t'jetë pushteti i moralit. Dhe në raport me këtë unë do kthehem të një temë të cila unë e kam shumë për zemër dhe besoj thellësisht. Nëse ky vend ka një problem mallor, problemi mallor i këtij vendi është korrupsioni, i cili është pervaziv, është endemik, është në përmasa të frikshme, ka qenë gjithmonë, ka përqenë përsëri, por në përmasat në cilat gjendet sot dhe është sot, është i frikshëm. Nuk ka, për mua personalisht, korrupsioni është vjedhsi i demokracisë, është varmisi i demokracisë dhe i mirëqenies dhe i mundësive ekonomike. Kështu që në këtë kuptim, betejë kundër korrupsionit, betejë për integritetin e politikanit, betejë e së drejtës dhe së ndershmës duhet jetë shtylla kurrizore e opozitës. Por ndërkohë kjo ka kalu në plan të dytë për shkak të disa prioriteteve të tjera që i kanë dalë opozitës gjatë kësaj periudhe, që ishte lufta për dekriminalizimin, betejat për të mbrojtur biznesin, nga lufta patriotike, si që quhen kryeministri, për kuponin që e bëri që në 2 muaj të humbin minus 73.000 vende pune. Është e frikshme shifra. Vetëm në shtatorin dhe tetorin e vitit 2015 kanë humbur 73.000 vende pune. Për lufta ndaj informalitetit nuk është një gabim, as lufta tjetër për apo ajo operacionin në Lazarat, apo për vjedhjen e energjisë. Nuk bëhet me aksione, as lufta kundra drogës, as lufta kundra informalitetit. Aq më tepër, për vjedhjen e energjisë zonjë duhet përshëndetur. Do them një gjë, dhe do kthehem përsëri tek ajo që diskutuam më përpara. Një njeri që s'ka qenë kurrë i varfër, nuk ja kupton kurrë mjerimin dhe dhimbjen e atij që nuk ka. Ai llogarit paran për bukën e gojës nesër, dhe ai nuk ka asnjë mundësi, as teorike, as praktike, as reale për të paguar energjinë elektrike. Ndërkohë që ti nuk i ofron shërbimet tuaja në standarden dhe në performancën që i takon. Cila detyra shtetit për të pamundurit, për ato që nuk kanë asnjë nga familja një vend pune, janë pa punë që të gjithë, ti duhet i subvencionosh ato. Ti duhet i jap, ti duhet të krijosh mënyrën, ndërtosh skemën cilën do ja pagush ti energjinë elektrike. Po nuk shkohet për ti heq elektrikun atij që e kishte në prizë aparatin mjekësor që i shërben të fëmijës. Janë raste në të cilat janë raste. Nuk besoj se fa kryeministri tani hiqen një ati energjinë, se tani ata janë pa shpirt ata njerëz që kanë bërë atë. Nuk vjen diskutim kjo zonjë. Sigurisht ato që janë poshtë e shumë fishojnë
Për shkak të asaj që quhet servilokratës, se servilokratët janë një kategori e paparë në shoqërinë tonë në të gjitha nivelet. Ju keni pasur nivelet. rreth tuaj? Po më besoj se nuk bëj përjashtim nga të tjerë. Ke pasur, edhe? Po besoj se... Qa u ke bërë atyre servilve, zoj? Na thuj një... Janë një problem reali i shoqërisë, po jo vetëm i Po ju, shoqërisë. profesore, Por le të kthehemi tek... qa ke bërë atyre? I ke hequr fare, i ke përzën, i ke pushuar, i ke... Kur jam kujtuar, i kam larguar. Nuk kam pushuar njeri nga puna. Nuk kam pushuar njeri nga puna. Dhe tash ti po më kujton një tjetër temë, ndërsa po vija këtu, pikërisht tek televizori juaj, po dëgjoja lajmet të cilat flishin që natën e vitit 3, kryetari i ri i Bashkisë së Tiranës kishte pushuar rreth 500 punojës të ujëra ndërmarrjes, ujëra kanalizimi nga puna. Dhe po dëgjoja njërin prej tyre, e cila duke në pamje se sa vujtur dhe mjerim përcjellte, dhe thote që unë po shpresoja që drejtorit me fuste në punë edhe djalin, sepse unë kam një fëmijë të smur, me një smundje shumë të vështirë për një nanë duhet jetë e tmerrshme, isha vetëm unë punë, dhe natën e vitit 3 ky pa shpirt, hipokriti pa shpirt, heq 500 njerëz nga puna, cilët kishin 35 vite puna, aty 40 vite punën e kanë, unë nuk e di, ka shpirt ai njeri. Mendon në pak se si mund t'i bët natën e vitit 3 kategorisë më të varfër, më të mirë t'i heqin nga puna. Unë nuk e kuptoj këtë brestëri. Shtu ke hequr dhe kryetari juaj, zonjë? Jo. Kryetari Bashkisë? Nuk është hequr asnjëherë 400 punëtor të thjesht të fundit, që janë për buk goje që me zimajnë familjen e tyre, natën e vitit 3, po do t'jesh katil. Po armik mërë me e pas. Po si mërë e heqi i jap lirimi nga puna u natën e vitit 3, ati që është 35 vite atje. Ati që ka asaj nane që ka djalin e smur, e që porritë me shpresë se mos fuste dhe djalin për të garantu bukën e gojës. Po këta janë pa shpirt. Po vetëm duhet t'jesh katil që të bash një gjatë tjetë. Është e pa imagjinueshme në 2015 mos t'kesh një minimum ndjesi njerëzore për atë që nuk ka. Po e përsëris prap. Ai që nuk e ka provu duket varfërin, nuk e kupton kurrë tjetrin që nuk ka. Ju personalisht kjo është makabre. E keni provuar personalisht ju varfërin? Sigurisht që e kam provuar dhe për i periudhë shumë të gjatë. Që kur kam lind deri vonë. Pavarësisht se vishe nga një ndër familjet më të pasura të qytetit tim dhe jo vetëm. Unë kujtoj që ne i mamë nga një herë rritë të krejtë e heshtur dhe thote s'ka ma si lek për nesër për bukë. Por ajo kishte një besim të madh dhe e thote ajo besonte tek Zoti dhe ajo gjithmonë shikonte me optimizëm, në kujtoj veten e vogël, që shifshat që thote s'kena ma lek për bukë. Dhe mu më dhimë se i nënat që vun të pornet të tre që nuk do kishte bukë për të dhanë të nesëm. Dhe ne përpiqeshim të bënim në një punë të vogël, punë doret, për të fitu diçka, për të shty dhe një ditë. Dhe unë nuk e imagjinoj se si mund të hiqen 400 të mirë nga puna natën e vitit. E kujton shpesh këtë moment, sepse ju e thatë vetë që këta njerëz nuk e din se çfarë është ky moment i vështirë dhe varfëria. E kujton shpesh këtë moment? Sigurisht që e kujtoj shpesh. Dhe kujtoj edhe një gjë tjetër, dhe kur ishe kryetare e parlamentit ja kam përsërit vetës. Mund të kem hequr nga puna disa vetë gjatë 8 viteve, po jo për shkak të ndryshimit të qeverisë me përjashtim të një rasti, që e kujtoj ende sot. Dhe po të rikthesha nuk do ta kisha hequr nga puna. Pse nuk kam hequr nga puna? Sepse unë kujtoja gjithmonë Imat, i cili ka qenë një ndër themeluesit e Bankës Shtetit këtu në Tiranë, se familja ime ka jetuar në Tiranë. Mas 24-ës, i kanë dëbu nga Tirana, babajnë teme kanë heq nga banka nga Tirana, kanë dëbu nga Tirana dhe i kanë qu në Shkodër. Dhe i kanë qu hamall për të majtë ark në fabrikën e sapunit. Unë e kujtoj edhe në ditë të fundit të jetës tij, ai kujton të momentin kur e kanë heq nga puna dhe me justifikimin i paft nga punë. Imat ka marru për ekonominë breshja. Dhe ka qenë po them të partë që kanë punu si në punës në Bankën e Shtetit për para 25. Dhe kanë hek me motivacionin i paft për punë, për punën që bënte dhe i kanë qu për të bajt arka.
Edhe unë nuk mund të hiqe nga menja që i matë më thote si e vunte dhe kur ishte në ditë e fundit si e hoqe nga puna dhe si a shkruan motivacionin, i fyrë për motivacionin. Ndaj dhe unë nuk mund të hiqja njeri nga puna, sepse kisha diçka të fiksuar në eksperiencën e jetës të familjes time. Ndaj dhe them, unë nuk di ti kuptoj këtë gjenerat të rej që më thojnë që edhe janë arsimuar lartë, ka që hipokrit dhe të pa shpirt, ka që egoist dhe ambicios sa nga i herë me duken të frikshëm. Okej, publicitet. Në 4 vite në koalicion me LSI-n, të gjithë e dim që LSI ishte një lloj varke shpëtimit qeverisës Partisë Demokratike. Dhe ju nuk keni bërë asnjë deklarat që të thoni një kritik publike, një akuzë publike, qoftë për zotin Metaj, qoftë për deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, apo dhe ministra. Ndërkohë, po e bëni tani, a është kjo normale? Në 2009 ishin zgjedhjet dhe shqiptarët vendosen. Shqiptarët i dhanë 70 deputet partisë ose koalicionit me kryetar zotin Sali Berisha, i dhanë 4 deputet LSI-s, nëse nuk gabohem, me numra, dhe rreth 63 apo 64 ju kërkojnë djesë nëse nga numrat, Partisë Socialiste ose koalicionit. 66 koalicioni majt, 4 LSI-ja, 70 ju. Nuk ishte koalicion para elektoral me LSI-n. E majta shkoj me koalicionin e vetë, e djatha me koalicionin e vetë dhe LSI-ja vetëm. Dhe shqiptarët vendosën, po, kryeministër do jetë Sali Berisha, por Sali Berisha nuk do qeverisin vetëm. Cilat ishin zgjidhjet? Jo, Sali Berisha nuk mund të ishe kryeministër vetëm me 70 vota. Pikërisht për këtë po jo them. Ka një rregull në politikë. Jo, po pse nisin që Sali Berisha do ishe kryeministër? Sepse kishte 70 vota dhe PS-ja kishte 63, 64, po deshte edhe 66 se nuk jo, 66 koalicioni më. Atëherë, koalicioni më i madh, ai që ka numrin më të madh deputetëve, ka të drejtën për të tentuar për të krijuar qeveri. Deri këtu jemi në rregull. Atëherë, cilat ishin mundësitë e kryeministrit të asaj periudhe? Të bëjnë e para kishte për detyrë që të lexonte mirë votën e zgjedhësve shqiptar. Kishte mundësi të bënte koalicion me LSI-n, kishte mundësi të bënte koalicion të gjerë me Partinë Socialiste, ose do shkonte në zgjedhje të përsëriste zgjedhjet. E vetmja zgjedhje që ishte koalicioni me LSI-n. Në një logjik politike si që ndodh në çdo vend të botës. Unë besoj se as LSI-ja nuk ka pas në i dëshirë të madhe shumë për të bërë koalicion me ne, se bashku kemi bërë të mundur arritjen e disa objektivave të rëndësishëm. Faleminderit. Jo më kohë të vura insertin për LSI-n, sepse çdo situatë politike, edhe shkuara, edhe aktualja, lidhet me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ju mbani të njëjtin qëndrim, zonjë? Në ç'kuptim të njëjtin qëndrim? Në kuptimin që sot Lëvizja Socialiste për Integrim është në aleancë me Partinë Socialiste. Përpara këtij mandati ka qenë me Partinë Demokratike. A keni ju të njëjtin qëndrim si në kohën kur LSI-ja ishte në aleancë me PD-n dhe tani që është me Partinë Socialiste? Ne jemi në opozit me kryeministrin Edi Rama, po sigurisht edhe me majorancën që ka bërë mundur që Edi Rama të jetë kryeministër, pra dhe me Ilir Metën dhe me LSI-n. Ndërkohë që gjatë periudhës më përparshme ishim në koalicion. Një koalicion për hir së zëvërtesë, të cilën se kemi dëshiruar as ne, as Ilir Meta. Por që ishte i imponu. Sot ne jemi në betejë, sepse është detyra jonë si opozit për të kundërshtuar, sepse ne përcjellim votat atyre që janë kundër kësaj qeverie. Imponuar, po me dëshirë bët koalicion, nuk e bët me imponim, vuri pistoletën dikush të koka, tha bëni me këtë koalicion o s'ka. Ne ishim politikisht korrekt, sepse lexuam votën e shqiptarëve, por brenda nuk kishim dëshirën, sikurse as Ilir Meta nuk e kishte dëshirën për të bërë koalicion me ne. Zonjë, si e shikoni koalicion të mundshëm midis Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim përsëri? Unë nuk e mendoj fare. E vetmja gjë që mendoj
është që Partia Demokratike ka të gjitha potencialet për të rritur dhe ka për detyrë për të nërprej një ndër qeverisjet më të këqija të këtyre 25 viteve. Një ndër qeverit më të korruptuara të këtyre 25 viteve, një ndër qeverisjet më mediokre, por më të rrezikshme dhe më të inkriminume që ka pas në një herë në këto 25 vite, ndoshta edhe në 100 vite, shteti jonë shqiptar. Ju mund të keni drejt zonjë, po zgjedhjet flasin ndryshe. Zgjedhjet lokale, Partia Demokratike humbi përsëri thellë. Atëre, si do vim pushtet Partia Demokratike me LSI-n jo, me numrat me votat jo? Dëshpëruese është kjo? Jo, unë nuk e shoh fare me dëshpërim, as me pesimizëm. Unë e njoh Partinë Demokratike, i di potencialet që ajo ka, i di mundësitë që ajo ka, di se çfarë duhet të bëjnë, përpiqem t'ia them kryetarit të ri se çfarë duhet, ndoshta e teproj, ndoshta edhe mund të rezervohem më shumë, po unë du që Partia Demokratike të rritet, brenda vlerave, në vlerat e saj, të rikthehet parime për të cilën ajo është krijuar dhe ka sjellë ndryshime dhe transformime të jashtëzakonshme të vendit tonë, të cilat janë të pamohunshme, po për momentin ka për detyrë të ndalë këtë qeverisje që po e çon vendin dhe ka çuar vendin tonë në një ullkryq. Në një ullkryq, dhe jo do më pyesni pse thoni fjalën ullkryq. Se të thush që vendi është në ullkryq, je në buzë të greminës. Ullkryq në kuptimin e pasigurisë ekonomike, në kuptimin e pasigurisë të integritetit fizik, ullkryq në kuptimin e marrjes nga banda dhe nga cuba të qeverisjes në të gjitha aspektet të saj, mjafton të rikthejmë vëmendje në çfarë ka ndodhur, ju folet për 2015-ën, po ka marrë $1 miliard borxh dhe pyetja është ku janë këto $1 miliard? Pse s'ka rrugë, 1 metër rrugë, pse nuk ka kanalizime, pse nuk ka subvencionet e bujqësia, pse nuk ndërton një spital, pse nuk ndërton një shkollë, ku shkojnë këto para? Ku janë parat e taksa paguesve? Ju e dini që ka rrit me 400 milion euro peshe në taksave që i merr qytetarëve, pra janë këta qytetarët më të varfërit e Europës që paguajnë, plus atyre që pagunin 400 milion euro të tjera, ka marrë dhe $1 miliard tjera borxh. Ku janë këto para? Ka më qeverisje më pak transparente, më opake se sa kjo që bën tendra dhe nuk lexohen kërkon dhe për më tepër jep koncesione aty ku ka klientelën e saj, koncesione me 100 milion euro, njëri të mjekësia, tjetri të check-upi, tjetri të dializa, zëvendës kryetarja parlamentit merr koncesionen për hekurullat, ministri i brendshëm është me skaf, është me makinë që gjehet në trafik droge, është ministri që fshehi dokumentacionin dhe kërkesën e Europolit për transferimin e deputetit i cili akuzohej për vrasje. Ke një sër deputetësh të cilët i ke o në burg, o në burgosje shtëpie, o ke të dorëhequr për shkak të rekordeve të tyre kriminale. Ke gjatë kësaj periudhe raportin e Departamentit të Shtetit i cili thotë si asnjëherë tjetër. Është të turpshme që në Parlamentin e Shqipërisë ka njerëz të cilët janë të dyshuar forcisht si pjesëmarrës në trafiqet e qenieve njerëzore dhe nuk shohin një minimum të vullnetit të qeverisë për të luftuar trafiqet. Po kam më frikë se sa ajo që po noll këto ditët e fundit me vrasje mafioze. Prandaj po them, nëse ke një qeverisje të tillë, opozita duhet të ngrihet fort në protest për të rritë presionin dhe për të ndalë këtë katrahur që po ndodh në vendin tonë. Rëlam, asnjë nuk është i sigurt. Asnjë nuk është i sigurt. As të varfrit, që s'janë paqë, se s'kan as bukë për me hangër, përveç plumbave që mund t'i kërcasin kur dalin nga shtëpia, as të pasurit, as shtresa mesme e cila vun taksa të çmendur që janë vënë mi shpinë. Asnjë nuk është i sigurt sot. As për biznesin, as për jetën, as për karrierën, as për asnjë ëndër të tyre. Po si do motivoj opozita, zonjë? Si do motivoj opozita? Si do na motivoni që ne t'ju mbështesim ju? Duhet të tregojnë fuqinë e saj, dhe ajo e ka fuqinë e saj, ajo duhet të zbulojnë fuqinë e njerëzve që nuk pajtohen me këtë mënyrë qeverisje dhe që janë shumë më tepër se 1 milion shuplakat atëhershme që
përmente me shumë brërsi dhe pa amenuar më gjerë Edi Rama në parlament, për shpëtu vendin. Vendi është në buzë të gremist dhe thamë me seriozitetin më të madh dhe më beso nuk e thamë se jam në opozitë. E thamë si qytetare e këtij vendit, sigurisht edhe si deputete opozitë, por kryesisht si qytetare e vendit ku dum, sepse dum të rrisim fëmijët. Zonjë, po si ka mundësi atëherë ky vend në buzë greminës thonë ju dhe i jep votën Partisë Socialiste në zgjedhjet lokale? Tashi, Partia Socialiste ka minus 250.000 vota, që të lexojmë rezultatet. Dhe këtu ka qenë një në momentet e panikut të Edi Ramës. Dhe pastaj kemi gjitha ato zhvillime që kemi parë gjatë kësaj periudhe edhe brenda koalicionit. Një koalicion ndoshta është unik në llojin e vet, nuk e di nëse ka një koalicion të tillë mund të ketë mosmarrveshje edhe në koalicione tjera, në qeveri të tjera në vende normale. Por egërsia e fshehur e betezë dhe luftë që kanë Edi Rama dhe Ilir Meta brenda vetës është unike në llojin e tij. Unë nuk kam fakt tash për ta thënë, por logjika politike është e hekur. S'keni fakt zonjë si mund ta thoni? Po logjika politike është e hekur. Po tani ne Tash në qoftë se ju kërkoni që të riktheheni, t'ju flas për fakte, mjafton që të rikthehemi në kohë dhe të ndjekum të gjitha zhvillimet brenda raporteve të deputetëve të Partisë Socialiste, të kryetarit parlamentit, dhe s'po vazhdoj më gjatë, se s'du të përsëris ngjarje që shqiptarët i kanë njek edhe live në media. Për shkak të numrave, u duhej aleanca me LSI-n, se ndryshe nuk vinin pushtet. A do ta pranoni këtë? Unë nuk do ta doja kur. Jo vetëm nuk do ta doja, po t'isha në vend të Lulzim Bashkës, do kisha ngrit çdo qelistë të opozitarizmit të shqiptarëve dhe do kisha rrit Partinë Demokratike për të bërë të mundur që qeveria e ardhshme t'ishte nga aleancë djathtë pa patur nevojën e pazareve me parti që i takojnë një spektri tjetër. Ja keni thënë këto kryetarit Basha? Po një mënyra, po një tjetër të njëjtin gjë, ne diskutojmë se besoj se kjo është edhe ajo që kërkon kryetari i partisë zoti Basha. Ju lutem Riqia, materiali numër 5. Cili është mendimi juaj për zotin Basha? Zoti Basha është kryetari i ri i Partisë Demokratike. Të di vetun. Ani përgjigje. Dhe në këto kushte, opozita, Partia Demokratike është një gjë, kryetari është një gjë tjetër. Nuk janë e njëjta gjë. Po në rastin e Berishës, votat ishin vetëm për Berishën. Sigurisht sepse ishte rast tjetër. Po për zotin Basha? Edhe herë, të kthehemi. Zoti Berisha është themeluesi i kësaj partie, është personaliteti që tërhoqi ose udhëhoqi lëvizjen për zimjen e sistemit komunist, është presidenti i parë i zgjedhur nga zgjedhjet lira, është presidenti që urzu me dhunë, është lideri që u kthye me votë, është njeriu që udhëhoqi dhe firmosi të gjitha proceset integruese dhe absolutisht ishte ndërgjegja dhe fryma e Partisë Demokratike. Në këtë aspekt... Kur dha dorëheqjen ju pash qatat atë moment? Ju s'me keni parë mu, keni pa të tjerë, por ajo ndoshta për demokrat ka qenë më ranë se sa vetë humbja zgjedhjeve 23. Zonjë, qatë kur dha dorëheqjen zoti Berisha? Nuk ka rëndësi. Kjo nuk ka rëndësi. Faleminderit, zonjë, edhe kur po futesha në studio, edhe një nga kameramanët, cilin unë e respektoj se bashkëpunoj shumë, më tha, themi gjenë vesh, besoj do e pyetës zonjën, tha, si ka marrëdhënie me zotin Basha. Do me thënë, kur arrin dhe jo bashkëpunëtori i pyetjeve, se është tjetër gjë përgatitje e intervistës, po pjesa vizive të pyrë si kështu, imagjinoj njerëzit e tjerë. Pse e kanë këtë merakun? Unë e di, po do doja që ta thoshit ju, ta dëgjoja nga ju, pse kanë këtë merakun që si ka marrëdhënie Josefina Topalli me Lulzim Bashën? Mendoj se s'ka asnjë rëndësi raportet nëse ato janë miqësore apo si janë miqësore. E rëndësishme është që zoti Basha është kryetari i Partisë Demokratike. Them prapë që këtë e di vetë? Dhe unë bëj çdo gjë
në atë që unë di dhe në atë që unë di të gjykoj, apo më atë sa unë njoh opozitën, më atë sa unë njoh Partinë Demokratike dhe pretendoj si njoh që të dyja, për të bërë të mundur që Partia Demokratike të rikthehet në vlerat të saj dhe të bëhet morë dhe barikat për këtë qeverisje të vendit. Dhe në këtë kuptim këtu unë dhe Zoti Basha jemi bashkë. Për te diferencave që kemi me njëri tjetër. Do ta formuloj pyetjen, po themi në një formë mos e riformulo më. Jo, në një formë tjetër, gjitha këto pretendimet tuaja, ju personalisht, vetë Zotit Basha, ja keni thënë? Po sigurisht që në takimet, në i themi gjërat. Jo në takimet shumë me 10 veta, jo, 8-8. 8-8 jo, por në mbledhje grupi, aty është vendi që unë mendoj se duhet të flasim dhe dëgjojmë njëri tjetrin. Aty sa kanë frikën unë jo, se aty je në rolin tënd ekselent. Jo, në mbledhje grupit në PD. Po edhe aty. Jo në në parlament. Edhe aty, po edhe në mbledhje grupit ne mësojmë disa gjëra. Pse këto pretendime që keni nuk ja keni thënë? Jo, të gjitha, çfarë mendoj unë ja kam thënë dhe kam. Po mund të këtë çudi që më bëhet pyetja pse ja keni thënë apo nuk ja keni thënë, sepse një forcë politike në qoftë se nuk thuat që mendoja është më mirë që të mos jesh, ose je hipokrita në raport me tjetër. Unë du të jem e vërtet me tjerë, edhe me kryetarin e partisë, edhe me kolegët e mi, edhe me ju. Unë nuk mund të mos them atë që unë mendoj. Mund ta kem gabim, hi dhe poshtë, më thuj që e kam gabim. Por unë duhet them atë që mendoj. Përndryshe do jem e panershme në raport me kolegët dhe me të tjerët. Ju frymëzon ju kryetari Basha? Po nuk shtrohet çështja kush më frymëzon apo nuk më frymëzon. Opozita o të frymëzon o nuk të frymëzon, zonjë. Po ju po flisni për çështje personale frymëzimi. Sigurisht që opozita duhet të frymëzoj. Por opozita duhet marrin vendime të vështira, të dalin përballë situatave të vështira dhe të flasin direkt me qytetarët. Ato e kuptojnë. Ato e kuptojnë kur e ke me vërtetësi. Mund të kesh defekte tuaja, mund të mos binë dakord për disa gjëra, por në thelbin e parimeve bazale mbi të cilat ndërtohet një shtet dhe ndërtohet mirëqenia apo rrezikon regresi një shoqërisë, sigurisht që ato të kuptojnë dhe më pas edhe të mbështesin kur ti tregon me vepra, me vendime, bashkimin e fjalës dhe veprës. Zoj, kur Zoti Berisha flet në parlament, me thënë drejtën shumë vetë, dhe unë e harroj që Zoti Basha është kryetar, për një të vërtetës. Dhe ajo potenca e Zotit Berisha, pavarësisht që Zoti Rama i reagon në format të ndryshme, është ajo që Partia Demokratike ka pasur sa herë ka qenë në opozitë. Ju si e ndani këtë? Unë nuk du të ndaj fare, unë ndoshta do të shtroja pyetjen një mënyrë tjetër. Po të mos ishte Zoti Berisha ai që është, edhe në parlamentin e Shqipërisë, si do ishte opozita sot? Sa pyetje të bukur ke bërë? Shumë pyetje. Kështu që është një fat i madh edhe për Zotin Basha që Zoti Berisha ban betejën e opozitës në parlament. Kjo është për opozitën. Tash ti do të them diçka tjetër që s'lidhet me opozitën. Në parlament kanë mbetur shumë pak politikan. Jo të kërkoj unë ndjes për ta mbyllur këtë pjesë. Për të diskutuar artikulimin politik, sepse ne në Kuvendin e Shqipërisë rrezikojmë, sikur të mos ishte Zoti Berisha, Zoti Blushi, Zoti Rama, Zoti Meta, Zoti Majko e tjerë, që të kishim një diskutim politik. Po, aq bëni, 10 veta bëni që diskutoni? Janë shumë pak. 10 veta bëni? Po, të dhash një numër edhe më të vogël se sa 10, dhe janë shumë pak. Sidomos për një majorancë. Sidomos për një opozitë, zonjë? Pse majorancë? Shiko, unë përmenda disa emra, nuk përmenda shumë kolegë mi të opozitës, mos më kap për fjallet. Po, lere tani, është Zoti Berisha. Mos më kap për fjallet. Zonjë, është Zoti Berisha, është Zonjë Otopalli, ka 50 vende boshe, pastaj vijnë 53, 54, 55. Ka dhe deputet tjerë që kanë vullnetin dhe kanë gjithë... Bën debate me argumente politike, jo sherrë. Pikërisht këtë doja të thoja. Dhe ndër kryesorët që man debatin politik që mos të degradoj në mos politik, është Zoti Berisha dhe këto që kanë eksperiencë dhe në këtë kuptim, forcat kryesore politike duhet të shohin me seriozitetin më të madh atë drejt vetës. Sepse nuk mund të humbin ato pasuri, ato asete që kanë brenda vetës.
Unë takoj shumë mirë socialistë, të cilë kanë reformu Partinë Socialiste, realisht dhe ka qenë një parti që ka qenë e vështirë për ta reformu, dhe që sot janë zëra të munguar në parlament. Ndoshta ndryshe do ishte edhe brenda qeverisje sikur ato të ishin brenda parlamentit. Zonë, merrni me ato të Partisë Demokratike, me ato zërat e humbur të Partisë Demokratike, pastaj me këto të Partisë Socialiste. Mund t'i shohim në të gjitha drejtimet, po është një disproporcion shumë i madh. Shumë i madh. Zonjë, a jeni ju dakord që Sali Berisha të kthehet përsëri kryetari i Partisë Demokratike? Kjo nuk është një pyetje që duhet më bëni mua. Sot ka një kryetar, zoti Berisha ka dhënë ndërheqjen, ka një kryetar. Në kryetares legjendare të Partisë Demokratike ja bëj që të çem me këtë pyetje. Jo, nuk është pyetje për mua, se nuk jam Sali Berisha, në qumë Josefina Topalli. Jo, cili është mendimi juaj, do thosha unë. Vetëm që është Unë kam pas fatin dhe privilegjin të kem një bashkëpunim të shkëlqyer për gati 20 vite si nënkryetare e Partisë Demokratike me zotin Berisha, dhe është një privilegj i madh që të mësosh nga eksperjenca e tij dhe nga vepra e tij. Zonjë, ka zëra që viti 2016, përveç atyre që opozita i quajnë që ne kërkojmë qeveri teknike dhe zgjedhje të reja, që kjo gjë mund të ndodhë. Uroj që të ndodhë sa më shpejt. Ajo s'ndodh vetë, zonjë, ju rrini si opozita dhe ajo ndodh vetë. Se këtë se kam kuptuar ndonjëherë që se si do rrëzohet qeveria Rama dhe do bëhet qeveri teknike dhe pastaj zgjedhje, se kam kuptuar asnjëherë. Përsëri po them mos më kap për fjalët. Unë thash do doja shumë që situata politike në Shqipëri të ndronte. Jo për të ardhur në pushtet një forcë tjetër politike, dhe e them me pastërtinë më të madhe, të paktën personalisht, e them me pastërtinë më të madhe, por e them në kuptimin e ndaljes të këtij regresi që ka marrë qeverisja në vendin tonë. Si do arrihet kjo, zonjë, nga Partia Demokratike? Si do ta bëj presionin Partia Demokratike në atë mënyrë që qeveria nesër shikojmë kryeministrin e dali konferencë për shtyp dhe thot, unë dhash dorëheqjen se Partia Demokratike ma bëri 8-2. Ka modelet ndryshme. Sigurisht një kombinim më i mirë i betejës edhe më të fuqishme në parlament me protesta në shesh, në çdo qytet, në çdo pjasë, në çdo qendër, përpara çdo institucioni, përpara Ministrisë së Brendshme, kur ka vrasje mafioze dhe nuk gjehet asnjëri po thuj nga vrasit. Në Rinas, kur kryeministri ik në Miami dhe këtu ndodhin përmbytje. Përpara Bashkisë së Tiranës, kur qyteti i përmbytet, del një ditë përpara thot do përmbyteni nesër dhe i hyp avionit dhe ik në Sri Lanka. Përpara Ministrisë së Shëndetësisë, ku jepen me qindra milion euro koncesione të ndara për gjysmë, dhe këtu do të jem përsëri e ndershme. Dhe nuk besoj se bëhen thjesht me vullnetin e ministrit të shëndetësisë. Absolutisht është urdhër i Edi Rama, se nuk ka ministër që mund të bënte një gjë të tillë në shkelje të çdo ligji dhe për 10 vjet, për cilë do pagojnë edhe një brez tjetër që vjen në 10 vitin e ardhshëm. Dhe kështu përpara ministrive të tjera ku kalbësira ka arritur nivelet më të paimagjinueshme. Ja, tani përpara se të vija, po lexoja një gjë tjetër që ishte dhënë, se nuk mjaftoshin milionat që janë dhënë edhe nga Oshë, nga tjerë, japin përsëri një gjysmë milion euros zotërisë që sipas medias i ka ndërtu vilen në Surrel, zotit kryeministër. Nuk të fal një opozit kur kryeministri i jep me shpërblim tendera ndërtuesit të vilës tij. Nuk të fal kur një shoqëri e civilizuar nëse kryeministri ik në Miami për pushime apo për çoka apo për gëzime familjare, kur vendin noton i përmbytur në ujë dhe në mirim. Më thuj, si do reagoshin Gjerman që janë Amerikanë të Europës, si kur Angela Merkel t'i shkonte për pushime në Miami. Gjerman, me atë standard jetese që ka. Ndaj dhe shqiptarë duhet të zgjohen dhe opozita do t'jetë edhe më fort. Po ba, këto du të thosh edhe në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zonjë, jo vetëm kështu qytetarëve shqiptarë. Natyrisht. Zonjë, megjithatë ka një shifër kokë fort që qeveria duhet përshëndetur dhe unë e kam kurajën ta them këtë, pavarësisht se ju s'u pëlqen. 54 vrasje gjatë vitit 2015 është shifra më e ulët nga viti 1990. Ndoshta edhe më përpara, po nuk i marr ato, se ato mund kishin pak vrasje, po kishin 1500 të pushkatuar. Dhe ajo që ju e keni pasur për zëmër dhe që jeni angazhuar për uljen e gjakmarrjeve, 0 vrasje nga gjakmarrja.
Të shti, këtë gjakmarrjes nuk di ta gjykoj. Kursa Në drejtori policisë në vendin që jeni ullur ju e konfirmoj. 54 vrasje në 2015 është një gënjeshtër aq e madhe. Jo, nëse është gënjeshtër zonjë, të gënjesh me shifrat e shtetit, është vepër penale. Dhe nuk është hera parë. Zonjë. Dhe nuk është hera parë. Unë kam bërë një shkrim dhe e kam pasur këtë debat. Në qoftë se shifra 54 është gënjeshtër, është një vepër penale. Dhe ju thoni se Sajmir Tahiri pyet se gënjen, pa që se fillon ditën deri sa mbyll sytë që bjen me fjetë. Është politike zonjë, se 54 vrasje i kanë nxjerrë policia, nuk i kanë nxjerrë Sajmir Tahiri. Çfarë bëjnë këta? Ngjarjet identifikojnë me numrin e vrasjeve. Një ngjarje mund të ndodhen 2 vrasje, apo 1 vrasje 3 plagosje, apo 3 vrasje dhe ai e qun 1. Në kohë që aty kam në drejtorin e policisë zonjë ku jeni ju, i kam thënë, zotin në drejtor, sa është numri të vrarëve? 54. Tani nëse policia gënjen, pastaj kjo është vepër penale. Është tjetër gjë ministri, tjetër gjë politika. Zonjë, domethënë këtu do të jemi serioz, se e kam bërë këtë debat me disa. Dhe ju seriozisht e besoni se janë 54 të vrarë? Unë nuk e besoj që policët gënjejnë në shifrat. Ju keni gjithë drejtën për të mos imagjinu se policia gënjen, por në fakt gjatë gjithë kësaj periudhe është dëshmuar se Ministria Brendshme me kryeministrin gënjejnë në çdo gjë. Po le të gënjejnë ata, po jo polici, gënjejnë polici. Ai fshehu dosjen që erdhi nga jashtë për deputetin. Dakor. Ai mori bamin në rezidencën shtetërore. Ai të ka gënjy 2 muaj rresh për deputetin që thotë ka dhënë dorëheqjen morti. E se kishte dhënë dorëheqjen. Po këto gënjej nga mjesi deri në darkë dhe ne të besojmë ende në statistikat e kësaj qeverie, jo zoti Qafoko. Ti ke drejt për me besu të shtetit dhe kështu duhet tjetë. Shifrat policisë shtetit po nuk është shtet, është bandë. Nuk është shtet, është bandë. Në komunikatën që më ka ardhur mua zonjë. Bandat nuk ka statistika. Bandat kanë vetëm vrasje. Kjo është vepër penale pastaj zonjë? 25 vet, me sa jena sot me 11, nga data 1 janar. Deri më sot janë 25 vet të vrarë dhe të plagosur. Ke parti ministrin e brendshëm të dalin dhe të flasin për gjithë këto vrasje, pengmarrje, djegje trupave gjallë, është e frikshme kjo që po ndodh. Është e tmerrshme kjo që po ndodh. Brenda 11 ditëve 23 të vrarë, të plagosur, të marrur peng dhe të djegur për zgjalli. Po ne s'jemi Kolumbia, as jemi në filmat e mafjes të Amerikës Latine. Ka ndodhur zonjë, dhe jemi gjatë në kohës që Shqipëri keni një qenë në vend qeverisje. që shpresojmë të hapim negociatat. Jemi në mes të Europës. Zonjë, ka një shifër, kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet, në vitin 2012 janë 125 të vrarë. Shumë e rëndë. Dhe në vitin 2015, 54 të vrarë. Edhe herë 2015, unë nuk bëngjë. Do dhënë, zonjë, këto janë, të lutem regjia, nga viti 1990, unë i kam nga 1912, apo nga viti 1990, Partia Demokratike në pushtet ka dhe shifër që duhet përgëzuar policia asaj kohe. 82 të vrarë në vitin 2009. Dhe e kam thënë dhe du të them, brava atyre policëve që kanë arritur këtë shifër të ullët. Por ne duhet themi brava dhe për këtë 54 zonjë. Unë nuk ja lejoj vetës që të vetë mashtrohem, sinqerisht. Ashtu si që është e vërtet që ajo shifër ka qenë në 2012, shumë frigër, shumë shifër e rëndë. Vetëm se të bëjmë një krahasim, që të shofim proporcionalitetin. Në 11 dit, në 10 dit, ke 24 të vrarë dhe të plagosur. Llogaritën në 365 dit në qoftë se do jetë kjo incidenca dhe frekuenca ku do shkojnë. Zoti Qafoko, janë duke ndodhur gjëra, ngjarje shumë të rënda në vendin tonë që quhet Shqipëri. Në Shkodër, në Lezhë, në Vlorë, në Fier, në Sarandë, në Matë dje, në midis Tiranës dje. Kishte armë midis Tiranës dje. Shpëtoi pa të vrarë, po kishte armë. Dhe ishin mafioze, nuk janë vrasje që ndodhin për dhunë të natyrës të ndryshme. Zonjë, 6.500 shqiptar janë vrarë nga viti 1990 deri më sot. Të mërshme. 6.500 shqiptar. Bilanc lufte, e dhimbshme dhe trishtueshme. Kaq pak dhe kaq shumë vritemi. Dhe rrit kaq shumë incidenca është e frikshme. Pra në i thonë që historinë, se është bërë pjesë e historisë ajo 25 viteve përpara, do të lexosh sepse është kyçe për të kuptuar të sotmen. Por ne do të lexojmë të sotmen për të projektuar të ardhmen, se me këto tempe dhe me këto ritme
vendi jonë nuk di se ku përfundon. Okej, ju kërkoj ndjesë për ndërprerje publicitare, publicitet. Ishin për të vrarë gjithsej. Faleminderit, zonjë e Vurarej që do të thënë u trishtuat nga shifra rreth 6500 të vrarë në 25 vjet. Unë mendoj që s'ka lidhje fare as PD as PS, zonjë. Ka një shkak, duke përjashtuar 97-ën dhe 98-ën. Sepse shifrat 1542 të vrarë në 97 dhe 573 në 98-ën natyrisht që janë shifra rekord, po Shifra është e frikshme. E dhimbshme pafund. Tani, një pjesë zonjë është edhe ajo që quhet krimi i familjes. Tani, nuk mund, ministri i Brendshëm kishte drejt atje kur tha, që do vendosim policë në çdo shtëpi. Ashti do them diçka. Nuk e akuzoj ministrin e Brendshëm për rastet e caktuara, por nuk kam dëgju kur ndonjëherë një ministër i Brendshëm që të dalin me një ftosësi të tillë dhe të thonë që nuk mund parashikoja unë sa i kërkon të nuse, apo sa i do priste plepin. Është sadiste, është nuk di t'i ve emrin. Zonjë, tani aty ka viktima dhe na vjen keq gjithë. Imagjino nënën atyre 2 vëllezërve të vrarë në parasyve. I tha për ata, i tha për autorin. Pikrisht, po nëna atyre 2 të vrarëve? Po nëna këtij djalit 3 që po priste pemën dhe vritet nga komshia kur dëgjon ministrin e Brendshëm që flet me ironi? Zonjë, kam një pyetje të tillë që ju e keni shfaqur natyrën tuaj të prerë dhe unë e quaj karakteriale, nuk e quaj atë natyrën radikale, e quajnë disa. Dhe keni marrë sulme nga të majtë, nga të djathtë, nga Partia Demokratike, nga Partia Socialiste. Dhe sulmi i fundit ishte dhe në parlament me atë që ju e keni tashmë debatin të përhershëm me Tauland Ballën. Nuk se unë dua ta rikthej, po ju e keni dhënë reagimin tuaj, po çudi më bën se shumë veta kërkojnë përsëri sqarim dhe shumica e mesazheve këto janë, se unë nuk e di pse e kanë njerëzit të. A mund të sqaroni zonjë që pse Partia Socialiste dhe konkretisht dhe deputeti i saj Balla pikërisht aty ju sulmoi më shumë te një gjë që ju e keni sqaruar edhe herë të tjera, për të vërtetë, edhe në intervistë me mua. Por unë do doja një përgjigje tuaj sot. Po më besoj, unë nuk i kam dhënë asnjëherë, e para po nuk kam kurrë debat me deputet sepse nuk ja vlen. E dyta, sulmeve unë kam dëgjuar akuzat nga më të pabesueshmët në fakt. Ndoshta kam gabuar se kam kthy përgjigje më një herë duke menduar se kur isha kryetare e parlamentit më thotë ti po I fshehje se ke pushtetin e tjerë. Ja kam lanë kohës dhe ja kam lanë përgjigje në momentit kur isha në opozitë që s'kishte asnjë mundësi për tanë se unë mund të manipuloja të vërtetat. Po? Disa miq të mi më kanë thënë që pse ke vënë përgjigjen, ndoshta mund ta kisha dhënë përpara, atë moment e ndjeva, atë moment I dhash përgjigje dhe do t'ja jep sa herë që ta kërkojnë. Por mendoj se njerëzit duhet të kenë një limit në shpifjet dhe në shpikjet e pa skrupullta për arsye politike. Mendoj se të jesh politikisht korrekt brenda detyrë sate është një detyrë. Por kjo nuk vlen për deputetin në fjalë dhe as e pretendoj për ti. Mirë, deputeti në fjalë është deputeti I Partisë Socialiste, nuk mund ta marrësh të shkurtur. Ka pat edhe deputet tjerë, edhe Mark Frokon, edhe atë që vrau në komisariat, edhe atë tjetrin që dha dorëheqjen, edhe atë që përmendte Departamenti I Shtetit, deputet onorevoli. Onorevoli quhen këta. Por janë me rekorde të forta, të dyshuara për organizata kriminale, për vrasje, për përdhunime, për trafiqe qenjeve njerëzore, për trafiqe droge, etj. Lidhur me ngjarjen që ju treguat në Vlorë, më shkruajnë që ka ndodhur në 98-ën dhe jo në 97-ën. Unë thash në 2000-shin, mbase gabohem. Jo në 2000-shin, më fal. Mbase gabohem. Dhe ka qenë një lloj inskenimi, është vërtet?
s'keni mikuj? Po, edhe unë nuk e kuptoj qartë, me thënë drejtën, po shumë nga që... Jo, kjo që e di ka mirë dhe është mirë që të na shpjegojnë se si e din. Jo, i s'keni mi ju, jo, i s'keni mi të tjerëve. Unë thash që më ka ndodhur, unë nuk thash se ma ka ba Fatosnano. Qartë. Zonjë, përsëri te... Apo Ilir Meta, se s'di kush ka qenë qeverinë atku, se kujtoj. Në koalicion s'ka qenë ju Meta, kështu që edhe mund të ketë bërë Ilir Meta. Jo, nuk e kujtoj, dhe më thanë cili ka qenë kryeministër, po Fatosnano më duket. Ka qenë, po s'kam akuzu kur në i herë kryeministrin për këtë që më ka ndodhur. A keni në një vlerësim për ndonjë punë të qeverisë Rama, zonjë? Unë mendoj se është një qeveri shumë e rrezikshme. Personalisht mendoj se Edi Rama është bërë i rrezikshëm. Ku e shikoni rrezikshmërinë? Se unë personalisht nuk di një rrezik ndaj Edi Ramës. Në konceptin e tij për ta parë vendin Shqipërinë si një qiflik, të cilën mund ta përdorin për klientelën e tij dhe për grupin e tij për qëllime pasurimi një. E dyta, në mungesën totale të politikave në fusha të caktuara, e treta në konceptin e tij për të vepruar me operacione, e katërta në mbajtjen afër dhe në fuqizimin të njerëzve të tipit si Koço Koglima që mendon se mund të krijojnë edhe një çfarë do krijonte ai në jug me gjitha bashkitë dhe degët e Partisë Socialiste, atje një gjë të paimagjinueshme. Këto janë gjëra të rrezikshme që ka përsejnë çdo platformë politike normale të një vendi normal që pretendon se është demokratik. Zonjë, ju... Të numrit të lartë të burgosjeve dikund me justifikimin e energjisë elektrike dikund të kuponit, por që po çon vendin në ka rrit varfrin disa herë, ka rrit borxhet disa herë, ka rrit numrin e të burgosurve disa herë. Zonjë, ju jeni dhe juriste. Unë jam matematikane në formim. Unë jam e diplomume për matematikë si dege parë. Jeni diplomuar dhe... Edhe juriste me vonë, por baza është... Unë e di se keni dhe licencën e avokatës. E kam pas marrë më duket për atë. Po, se ka thënë Maksaxhia në këtë studio. Se kam përdor kur. Se ke përdor kur. Po, unë matematik jam në formim. Okej. Po, jo, e thash këtë sepse diskutimi mi madh këto ditë është për reformën në drejtësi. Nuk po hyn në ato detajet dhe në ato, po themi, lëvizjet politike që po bëjnë, jo vetëm të ekspertëve, po pyetja ime është, a do të mbështesi ju këtë drejtësinë me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, nëse arrestohen edhe deputet brenda Partisë Demokratike apo dhe ish ministrat Partisë Demokratike, nëse akuzohen për korrupsion? Nëse? Më fal, unë reformën në drejtësi nuk e konceptoj si diçka që ka synim të arrestoj deputetin nga kjo parti apo nga kjo parti. Të korruptuarit po themi, zonjë. Atë korruptuarit është tjetër gjë. Po të korruptuarit që i bie ka qenë ministrat të PD-s. Por para se të t'ju kthej përgjigje ju, unë do të sqaroj diçka. E para, unë kam qenë larg punës që kanë bërë ekspertët. Jo, prandaj thashë që nuk po pyes në detaj. Nuk ja lejoj vetës që të flas për ato që është diskutuar në trezat e ekspertëve. Jo, dhe unë nuk po pyes për to. Por, duke thënë këtë, do të them 3 gjëra në të cilat unë besoj fort. E para, në qoftë se parashikohen ndryshime kushtetuese dhe parashikohen ndryshime kushtetuese, kushtetuta duhet pasi një marrëveshje politike dhe nuk ka çështje ekspertëve. Dhe këtu politika ka përgjegjësitë e veta. 2. Mbështesin vendimin e qëndrimin e LSI-s. Kushtetuta në vetvete është marrëveshje politike. Kushdo që mendon ndryshe, gënjen apo gënjen veten. Gënjen tjerë, po mund gënjen edhe veten. 2. Do mbështesin LSI-n këtu, po? Unë nuk e di çfarë ka thënë LSI-ja. Unë po them një gjë që dihet që kushtetuta është marrëveshje politike. Kjo është aksion që vlen për çdo qeveri dhe çdo forcë politike në çdo vend të botës. Për marrëveshje politike dhe Ilir Meta ka qenë për marrëveshje politike, këtë janë duke thënë. Kryeministri thotë edhe më përtej. Thotë se unë s'kam lexuar asgjë dhe s'dua dhe nuk jam i interesuar për ditur kjo pastaj. Okej. Kjo është hyrë në ginesat politike. Një kryeministër
për kushtetutën që është marrëveshje politike, thosë më intereson, nuk e di, nuk e kam lexuar, nuk di asgjë, ja kam lanë atyre. Tepër banale, edhe si gënjesht. E dyta, ka një interim opinion nga Venice Commission? Kjo do t'jetë baza. Dhe është një material i shkëlqyer më aq sa unë kam lexuar. Çdo rëshqitje nga raporti, nga opinioni i Komisionit të Venecias, do ishte një thik ndaj reformës. Unë vrej dhe në bazë ky raport ka konsensusin. Çdo vendim për të ikë nga konsensusi do ishte edhe më damshme se vetë situata e vështirë në të cilën është sot sistemi i drejtësisë dhe unë kam frikë, dhuroj që kjo të mos nollin, se kjo mund të qonte në një produkt që do ishte e kundërta e qëllimit për cilin partnerët tanë kërkojnë reformën në drejtësi. Dhe këtu e mbylli se nuk du të bëj koment tjetër, sepse nuk kam informacionin e duhur për zhvillimet. Cili është mendimi juaj zonjë për drafteve të tyre? Për punën dhe për funksionimin e Presidentit të Republikës, zoti Buja Nishani? Zoti Nishani ka ushtruar detyrën e tij në një situatë të vështirë, kur ka pas disa herë tentativa dhe disa herë është realizuar marrja kompetencave të tij. Dhe në këtë kuptim, unë e kuptoj vështirësinë e ushtrimit të detyrës të institucionit të presidentit, unë rujt njëjtin vlerësim që kam pas gjithmonë për zotin Nishani. Që unë nuk e di. Është njëri i matur, që donë të bëj mirë, por që sot për sot vepron në kushte shumë të veçanta dhe shumë unike, edhe të them drejtën shumë të panershme në IT. Kush do ta zgjedh presidentin e ri? Ky parlament apo parlamenti që do dalë nga zgjedhjet e 2017? Varet kur do bëhen zgjedhjet. Do të thënë është në dorën e president aktual kur dekretoi zgjedhjet? Jo, po them politikisht, nëse do ketë zgjedhje të parakoshme. Jo, marrim të mirëqen mandatin e përfunduar. Dhe përkon 2017 zgjedhja e presidentit me zgjedhjet e përgjithshme. Kush duhet ta zgjedh? Besoj se kushtetuta ka një nën që parashikon kur ka një koincidencë të tillë që presidenti të zgjidhet disa muaj përpara, që të mos ketë mbi vendosje të zgjedhjeve politike me zgjedhjet presidenciale. Kështu që i bie që të jetë disa muaj përpara qershori 2017. Do zgjedhet një presidenti dhe pastaj zgjedhjet. Po. Ka një nën veçantë dispozitë caktuar kushtetuese për një gjë të tillë. Po unë s'kam shku për ta lexuar se kam menuar. Zonjë, por ti që ekziston në diçka e tillë. Ju jeni kryetarja e parë femër në historinë e shtetit shqiptar, sepse një nga mrekullitë që ka pasur historia e shtetit shqiptar përveç se 33 kryeministra dhe s'kemi pasur asnjëherë periudha të gjata pa kryeministër, çudi edhe kur ka ndodhur luftra botërore, është se ne kemi pasur edhe parlament nga më të hershmit. Në vitin 1920 zgjedhjet e para në Shqipëri dhe në 1921 parlament. Duke qenë kryetarja e parë femër, aspironi që një ditë jeni dhe kryeministja e parë femër në historinë e shtetit shqiptar. Unë do ta shkruaj me shumë dëshirë një libër të ri prej fillimit. Atë pjesën shtesë të historisë së kryeministrave. Nuk e kam menduar një gjë të tillë, por sigurisht që do vi momenti kur do ketë edhe një kryeministre grull dhe do ishte një gjë shumë interesante. Ju e aspironi këtë? Nuk e kam menduar asnjëherë. Unë kam qenë me shumë fat dhe shumë e privilegjuar që kam qenë kryetare e kuvendit. Jo, kur mendoj që Amerika, që është etaloni i çdo demokracie. Edhe unë jam një mbështetëse e madhe në heshtje e Hillary Clinton, që është një gru që kam pas fatin për ta pa nga afër në disa raste që elektrizonte sallat me një korajo dhe me një mbrojtëse e flakt e grave në politikë të drejtave të tyre. Ishte shumë interesante që të shifshim Hillary Clinton, presidenten e parë femër në Shtetet e Bashkuara. Më imagjino kur Shtetet e Bashkuara. Por deri tani nuk kemi një femër. Seksizmi ishte më i vështirë për të kapërcyer se vetë gjykimet racore, sa i vështirë do ishte një vend tjetër. Dhe pyetja e fundit. Por interesant është në atë librin tuaj vrejta që se as Shkodran nuk ka asnjë kryeministër. Jo, një Shkodran që kishte kam pushkatuar zë Malik Bushati. Po ke drejt.
Po ke drejt. Dhe për një muaj Dhe ti thu ta aspironi. A i përfundoj pushkatu? Mos keni frikë se u pushkatoj dhe ju, nuk ka më pushkatime. Bëj shaka. Megjithatë është shumë e trishtueshme historia e Malik Bushatit dhe sa herë që do më shkojnë në mend dhe do ta kem mundësi do ta përmend atë fund të trisht aty Shkodrani që me të vërtet kishte një fund tragjik. Po ju mos u tremni zonjë. Jo çdo kryeminist nga Shkodra mund pushkatohet. Sa janë pushkatuar nga ish kryeministrat? Nga kryeministra janë pushkatuar disa zonjë, sepse ke parasysh që është lista e gjatë e gjithë atyre që u shpallën kriminal lufte dhe ishin të dënuar me vdekjen mungesë. Tashi, kjo ishte shaka, por historia nuk është shaka në fakt. Ashtu si që nuk është shaka as situata në të cilën sot po kalon vendi jonë. Dhe këtu duhet të kthehemi edhe herë me shumë seriozitet. Po, dhe për ta mbyllur zonjë, si e parashikon vitin 2016? Për sfidën që po kalon Shqipëria. Si e parashikoj 2016-ën? Për ta mbyllur. Uroj dhe do bëj çdo gjë që është në mundësitë e mia së bashku me kolegët e mi për t'ia shkurtuar jetën kësaj qeverie, e cila më shumë se sa një qeveri më duket si një qetë cubash, që është ngjitur mas paras dhe pushtetit dhe nuk ndalet në babësinë dhe papërgjithshmërinë e saj. Zonjë, kemi ardhur në fund të emisionit. Ishte kënaqësi që ju kisha, ju falenderoj për bashkëbisedimin për rreth 2 orë. Edhe unë ju falenderoj juve. Dhe edhe herë ju përgëzoj për librin që keni bërë dhe uroj që të tjerë të çojnë edhe më përtej studimet dhe jetëshkrimet e tyre, të para në këndvështrime edhe më të gjera të asaj që ju keni shkruar. Por gjithsesi është një vepër në të cilën duhet ta lexojmë sa më shumë, duhet përsjell në për shkolla, në për gjimnaze, sepse ndoshta vërtet shumica shqiptarëve nuk din emrat e kryeministëve të historisë së 100 viteve të fundit të saj, nuk din si ka qenë jeta atyre, cila është vepra atyre, si është përfundimi i tyre dhe si jemi sjellë ne me veprën e tyre dhe me qoftë edhe me varret e tyre të munguara. Faleminderit zonjë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i për sot, nesër në orën 13:00 ritransmetim nga Ura Lançafoku, natë mirë.